mirë se erdhët në vlogën si numër 10. Ky vlogën si bëhet të besoj gjithkohë për sa i përket ndryshimit të besat. Dhe do më në vete, për të marrë dhe i bashkë të idejnë, dhe do ju tregoj sa të këtë. Nuk e bona? Ja. Lejer që edhe po e bon, nuk e kupto pse e bon. Të ndaj ca po e vi që rëk nuk dhe. Se bona e fekë më ta? Përshëndetje YouTube-i, si jeni? Unë këtë vlogmas e kam nisë pa ju thënë mirë se vini në filan vlogmas, sepse është e kotë, sepse aq shumë e kam ngatru këtë periudhë, aq e pa rregullt kam qenë sa që as nuk e di se çfarë vlogmasi jemi. Dhe më vjen shumë zor momenti që pa kamerën e po flas, më vjen sigurisht turp, sepse e di që më kam premtuar që do jem e rregullt tek e rregullt jo, se o thash në fillim që ndoshta 100% e rregullt nuk jam, po dhe kaq e pa rregullt nuk e mendoja se do isha. Por që kam kuptuar një gjë që unë nuk do jap po premtime për sa i përket pjesës rregullsisë në për vlogje ose vlogmas, sepse sa herë them kështu, unë e marr vetëm sysh dhe më ndodh diçka dhe jam e detyruar mos të filmoj. Përveç vetes time që kam 2-3 ditë me grip, dhe sa që me zor po flej, unë kam që është kryesorja për mua, kam pas më saktë Odin pa qef se është çik më mirë sot. Ka qenë me bark. Besoj se kush është mam aty dhe e ka fëmijën moshën e Odit ose e ka në kopësht, do më besoj sepse janë shumë të pakta rastet që nuk e ka kap akoma fëmijën kjo viroza barket vjella. Odit vjella nuk kishte, por që barku e torturoi. Pa mbrëmna ndolli që e kapi barku mbi 7-8 herë mrena natës, sa që nuk flente dot. U ankonte gjithkohës për barkun, kishte si ngërçe në bark, ngelën vetëm në banjo. Nuk e di domethënë, ka qenë 1-2 ditë i çik i vështirë dhe besoj se më besoni dhe më kuptoni që nuk kam qenë fare për të filmu. Filmova çikat e ditë që isha tek flokët, tek stationet,
Një sekond. Unë nuk e di sepse jam bo kaq delikate në këtë shtazani. Jam 4 muajshe dhe më ka kap 4-5 herë. Gripi, viroza, problemet, gjonët. Por që kjo është shtazania. Është edhe e bukur, po është edhe e sikletshme. Dhe e keqja është që unë nuk mund të pija si gjo, për nuk më kalojnë kollaj këto virozat. Po nejse. Sot, me që edhe vetë jam pak më mirë, edhe që unë e kam kopësht, edhe erdha në shtëpi, thash do filmoj se lash nam. Dhjetor ikën shumë shpejt, këtë ditë e bukura ikin shumë shpejt. Unë kam pas shumë dhurata këtë periudhë, kam pas shumë bashkëpunime, po që shumicat i kam postu në Instagram, se Instagram është pak më i kollajt, pak më i shpejt në përdorim. Po këtu ka ju nuk kam tregu pothuajse asgjë, por që edhe pse i kam pakët e hapura, unë do mundohem t'ja u tregoj dhe do ju tregoj dhe nga 2 blerje që kam bërë për veten time dje. Më erdhën sot pakot dhe nuk i kam provuar akoma, madje nuk i kam pa 100%, do t'i shoh vet, do ju tregoj dhe juve t'i shohni se si mrin. Atëherë kam ble një xhup edhe një pardisy, sepse xhupat që kam për momentin edhe pak do më mbyllen, nuk do mbyllen më. Dhe thash të marr në i mas qik më të madhe, XL e këshu, që ta kem për barkun. Ky është një xhup që ka firmë angleze, nuk e di tani çfarë firmë është, një faqe që i sjell nga Anglia e kam porosit. Është xhup i plot, ja, i plot, i trash. E mora më shumë, jo po këtu kene, se nuk është ne i ftofti madh këtu kene, por që duke qenë se do lëvizim pak, të dielën kismet zotit jemi për në Brezovic, dhe natën e vitit do e kalojmë në Razëm, që është ftofti madh, më shumë për këto 2-3 ditët, për këto lëvizjet në për këto vendet me bore ka marrë, sepse është shumë i trash për kene. Por që shqyqyr zotit nuk është aq i rënd sa i trash që është. Tani, mua edhe një pardesy, kjo më shumë është për kështu për fani për shprehjen, po më shumë është për porth, se sa për ngrohtë, se të ngrohtë nuk majnë fare, por që mu donte një e tillë, se 2 tjera që i kam, si kam për këtë trup, që kam për momentin, dhe për trupin që do vazhdoj të fryet, edhe thash po marr një që ta kem për barkun e madh. Tani ju mos ma shifni me këtë bluzën sportive, ngjyrë blu që unë kam për shtëpi, por që thjesht shikoni modelin, ngjyrën, si do mri domethënë. Ky që tani është i çik ngjit. Do zota kisha marrë një mas më të madhe, por që nejse se edhe mund ta lej kështu hap. Nuk jam tip që i mbyll këto. Me që jemi shifni pak edhe barkun, sa është rrit, po rritet shumë shpejt ky bebi. Është shumë ngjyrë e bukur, copa shumë e mirë dhe më pëlqen. Tani unë po i heq, po i vendos te garderoba dhe erdha prap të kap flokët dhe do filloj bëj gjellën. Kam vendos të bëj gjella patate sot dhe t'ju tregoj dhe ju pak a shumë. Që thoni ju se s'kemi thot fare për këto extensionat, thjesht kam filmu pak atë ditë që i vuna. Jam jashtë mase e kënaqur, mos i shifni sot se i kam drejtu kot si budalla që e merr një pjesë floku drejtoje, merr një tjetër drejtoje. I kam skandaloze për momentin, po du të flas për cilësinë dhe kualitetin e flokut, që nuk ka dallim fare nga floku im. Kam bërë zgjedhjen e duhur, kam marrë vendimin e duhur, sepse nuk po rria dot më me ato flokët e shkurtër. Unë kështu lloj tipi jam. Acarohem me flokët e gjata, shkoj i shkatroj edhe i pres. Pastaj kur i pres nuk i doj dot më i du gjata, kështu që kështu lloj robi jam. Po një gjë e di paktën për te vetja ime, nuk po flas për gjithë gocat, që për mu si floku i gjatë nuk ka. Mund t'jetë më i vështirë për të majt, nuk është shumë komod, por që për pamjen flas, atë pamje që ti floku i gjatë nuk për mu, që dojë modeli tjetër t'i boj, nuk jam vetvetja, nuk është Kamila aty ku duhet. Për ne shkova i shtova, dhe më kanë ardhur 2 mesazhe
që më kanë pyet sa ishte fija e Xstationit. Ju e keni në fakt edhe tek profili i Marios, Hair Studio Mario, por që pa u them edhe unë. Fija është 3200 lek. Unë kam vendos 120 fije dhe më ra diku tek 380 ca mi lekësh, kështu që mos gaboj tani. Dhe disa mund të thënë që edhe është shumë, disa mund të thënë çmim normal, nuk e di, por në momentin që prek flokun, shef kualitetin, shef cilësinë, komoditetin që ke, se unë është e treta e katërta herë që shtoj flokët, nuk ka të krahasume fija, kualiteti, komoditeti dhe mënyra se si janë vendos Xstationat me vendet e tjera që unë kam qenë. Kështu që nëse keni vendos të shtoni flokët, ju super sugjeroj Marion, sepse sinqerisht për mu është më i miri më të mirëve. Shkoni shifni dhe reelsin që kam bën Instagram, se aty është çiksi më detajuar si gjë, dhe do më jepni të drejtë. Dhe në rast se shkoni tek Mario, thoni kemi ardhur nga video që kemi pasur te Kamila, se mund të merrni diçka. Pavarësisht se Mario ishte i papam për zotin. Po shihni reelsin, do kuptoni se qa mikpritje, qa profesionalisti ishte. Do më thënë, mos them ishte saloni më i mirë që unë kam qenë deri më sot. Tani që mos flas më për flokët, do vazhdoj të gatuj pak. Po marr patatet, qepët, t'i pres t'i qëroj dhe avash t'i vendos në tenxhere, sepse duhet gatuj patjetër. Po shkon ora 1:30, mos kam bërë si gjë. Supozoj që në orën 1:30 ishte gati dreka, unë 1:30 po filloj. Sepse du t'ju tregoj një nga dhuratat më të bukura që unë kam marrë deri më sot. Dhe
do jetë një dhuratë që do e kem gjithmonë kujtim dhe sa herë që e shoh më jep një ndjesi shumë të bukur. Si fillim do t'i tregoj pak a shumë për vajzën që ma ka sjell. Është një gocë që është këtu nga Durrësi. Më ka thënë që ka kohë që më ndjek, që i pëlqej shumë dhe sapo ka hap biznesin e saj, shumë të vogël, të bukur dhe me shumë dashuri që e di që shumë shpejt do t'i bëhet një biznes i madh, i bukur, do ketë ato, do nxjerrë frytet e veta, sepse ishte duar art. Këtë dhuratën ma solli dje, unë nuk pata mundësi ta hapja dje dhe nuk doja t'i prishja dhe paketimin, thash ta hapim këtu bashk dhe shikoni pak se qa është. Është silueta e një mami, 7 zan, me një bebe djalë të barku, që supozohet që këtë jam unë. Do me thënë unë me forma më të bukura trupore, më e dobët. Dhe është qiri. Kjo pjesa këtu që është ky baby kështu, ky baby blue, më pëlqen jashtëmase shumë dhe puna është që unë nuk po di tani se ku ta vendos. Një mendje në fillim më tha ta vendos tek dhoma ime, por që te dhoma ime nuk është se e shohin shumë njerëz, kështu që me shumë mundësi të vendos diku këtu tek dhoma ndenjes, por që nuk është vetëm ajo, është dhe një kapuç, një çorape për vitin e ri, për këtë periudhën festive, shumë e bukur edhe kjo, me dixa gold, që tek te patjetër do ta vendos diku këtu afër, sepse duhet jenë të dyja afër me njëra tjetrën, duke qenë se dhe kombinojnë, dhe që mos ta harroj, du patjetër kush ka mundësi nga ju dhe kush më ka xhan mu, të shkoj, të bëj follow direkt vajzën që ka faqe në Instagram me emrin Anar Candle Bloom. Ja, është ku emri. Dhe do më pëlqente shumë nëse ju do e ndihmoni, do e suportoni, sepse ajo sapo e ka hap biznesin e vogël, madje për momentin po i krijon këto mrekullit në shtëpinë e vet, dhe do doja shumë që ju ndjekësit e mia ta ndihmonit, sikur vetëm me një follow, ta sugjeroni diku, të blini diçka, sepse do e ndihmonit jashtëmase shumë dhe unë do ja u di për faleminderit gjithmonë. Tani unë po i vendos në një vend të bukur, të kap disa skena të vogla dhe du ta falenderoj nga zemra vajzën, e cila kam fol pak këto ditë dhe më ka pëlqyer shumë dhe të puth fort, e vlerësoj shumë mundin, dhuratën dhe faktin që ti ke mendu për mu. Dhe nuk do ta harroj asnjëherë, nuk do ta ndes, nuk do t'i konsumoj sepse du t'i kem gjithmonë, t'i shoh gjithmonë, çdo vit. Kështu që shumë faleminderit, të puth fort dhe shpresoj me gjithë zemrën që të hesi sa më shumë biznesi dhe të kesh sa më shumë sukses.